Dëbora e këtij dimri në pikën turistike malore të rajonit të Shkodrës, si Razma, Boga, Thethi dhe Kënmendi, po shoqërohen me një rritje të konsiderueshme të numrit të vizitorëve në këtë zona. Pedagogja e Departamentit të Turizmit pranë Universitetit Luiç Gurakuqi Shkodër, Alkida Hasa, thotë se krahas përmirësimit të infrastrukturës rrugore dhe vetë bizneset turistike në këtë zona, përmes investimeve të kryera, kanë krijuar kushte më të mira akomodimi. Strukturat akomoduese kanë rritur potencialet e tyre në aftësitë dhe kapacitetet akomoduese, në cilësinë e shërbimit, dhe gjithë këto bëjnë të mujtur, domethënë, për zhvillimin e një turizmi me një numër më të madh në krahasim me vite më përparshëm. Ndonë se nuk mund të flitet ende për turizmin masiv në këtë zona, të paktën një turizëm eksperiencë gjatë dimrit, por konsolidohet gjithnjë më shumë. Ajo që është evidente është domethënë që tani shikojmë që me të vërtetë këto zona malore kanë një rritje të numrit të turistëve, nuk flasim për turizëm masiv, por flasim përsëri për një turizëm eksperjencash. Ajo që është evidente është domethënë që kemi një zgjatje të sezonit turistik. Më shumë persona nga brenda vendit dhe jashtë vendit preferojnë domethënë ta vizitojnë këtë zonë edhe gjatë sezonit të dimrit. Nëse më përpara ishte e mujtur vetëm gjatë sezonave të verës, tashmë domethënë tregon qartë që këto përmirësime që përmenda pak më përpara kanë krijuar kushtet për zgjatjen e këtij sezoni dhe mundësisë së njerëzve për të vizituar këto resurse të jashtëzakonshme natyrore edhe gjatë sezoneve të tjera. Hasa thotë se ka ardhur koha që bizneset turistike në zonat malore turistike të Shkodrës e të Malësisë së Madhe të punojnë dhe për ndërtimin e resorteve turistike. Është shumë e domosdoshme që të kemi investimet më tejshme, siç janë krijimin e resorteve, të tillë si të skive ose resorteve të tjera më të mëdha, të cilat krijojnë mundësi për një ofertë më të gjerë, kur njerëzit të kenë mundësi përveç atyre vizitave të zakonshme natyrore, të ketë resorte të cilat bëjnë një ofertë më konkrete, gjë që bëjnë të mundur që njerëzit të kenë një arsye më tepër të vizituar këto zona. Zhvillimi i turizmit malor në rajonin e Shkodrës i jep këtij rajoni dimensionin e turizmit gjithvjetor nga brigjet e Adriatikut në stinet e verës e deri te kalvet e mbushura me borxha dimrit.